Ma, çfarë ke? Nikol, po më duhet shumë koka. Nuk e di s'po përshëndrojmë dot. Mos shkruar gjë që ne kemi laçi në shtëpi, ne kemi klorofilin e lëngshëm. Nikola ka shumë të drejtë. Klorofila e lëngshme është një ndër ilaçet natyrale që çdo femër kryesisht duhet ta ketë në shtëpinë e saj, duke përjetuar sindromin paramenstrual, ku dhembjet janë të shpeshta. Ndaj, duhet patjetër të largojmë disa toksina dhe një ndër to është prostaglandina e 2, e cila është shumë e lartë në rastet e sindromit paramenstrual, kur trupi është plot radikal të lirë dhe ka inflamacion të shtuar. Klorofila ka strukturën e hemoglobinës dhe ndihmon qarkullimin e gjakut në tru, duke larguar dhimbjet e kokës. Po ashtu alkalozon organizmin duke ulur edemat dhe duke pushuar dhimbjen e kokës. Nga ana tjetër, balancon hormonet dhe kryesisht estrogenin, ai i cili vërtet bën lojrat e veta gjatë ciklit menstrual. Megjithatë është ideale edhe për njerëzit të cilët vuajnë nga migrena, kështu që klorofila e lëngshme është vërtet një medikament natyral që nuk duhet të mungojë absolutisht në shtëpinë e askujt, e kryesisht të zonjave dhe grave. Faleminderit Nikol.